President, Besidia kur orëzohet kampione e kategorisë 2, një koment mbi garën me atë sa keni patur mundësi për ta ndjekur. Gara ka qenë e bukur, por fakt Besidia e ka udhëhequr atë gjatë gjithë kampionatin në grupin e vet dhe sot e meritoi fitoren. Unë dua ta përgëzoj Besidia, por edhe Orikumin për ngjitjen në kategorinë e parë. Ti falenderoj për kontributin që kanë dhënë gjatë këtij sezoni dhe ti uroj suksese tashmë në kategorinë e parë. Faleminderit. Profesor, kur orëzoheni si kampion të kategorisë 2 sot, sa i lumtur, sa i kënaqur jeni me gjithë sezonin që ka zhvilluar Besidia? Jam i lumtur, jam shumë i kënaqur, e tregon dhe fytyra, tregon gjithçka, sepse kemi bërë një sezon shumë mirë dhe pavarësisht arritjes në kategorinë e parë, them drejtën e doja dhe këtë kupë për punën që kanë bërë gjithë çunat, për korrektësinë dhe seriozitetin e presidencës, e doja për punën dhe angazhimin e gjithë stafit tim, e doja për gjithë qytetin mbi gjitha, që ta marrshim këtë kupë dhe ta kurorëzoshim me një fitore të pastër siç e bëmë 12 sene. Profesor, çfarë do të veçoni nga ky sezon? Diçka të veçantë që ju e ka mbetur në mendje? Them të drejtën, është një sezon kur kthehesh mbrapa dhe mendon se kur kemi fillu. Pra pakush e ka mendu, kanë thënë si janë shumë vonë, 21 ditë jena organizuar 21 ditë para fillimit kampionatit, por duhet veçoj forcën që gjeti grupi tek njëri tjetrin dhe bashkëpunimi njohja mjaft e mirë mes njëri tjetrit. Pra, u kriju shumë shpejt një grup i cili kanë vite për mu kriju. Kjo është e veçantë e kësaj skuadre të cilën ju e patë dhe sot ka një harmoni të jashtëzakonshme në fushën e lojës. Profesor, tashmë besoj keni nisur të mendoni për sezonin tjetër apo jo? Them drejtën, janë bërë disa diskutime, por duhet bërë një analizë e mirë e këtij kampionatit në kategorinë e 2 dhe normalisht duke pa dhe të gjitha detajet për kategorinë e parë, mendoj se do të ulemi, kemi kohë ta shijojmë pak fitoren, ta shijojmë ne, ta shijojmë tifozat, gjithë qyteti, pastaj mendoj se do bëjmë mirë. Urime profesor, faleminderit. Faleminderit. I gjatë, një sezon i vështirë sot kur orëzoheni si kampion të kategorisë 2, sa i lumtur dhe sa i kënaqur ndjeni? Më thonë drejtën siç e the edhe ti, si sezoni i vështirë, siç nisi me vonesë, po thuaj se 10 ditë se viti u gëmullu ekipi, u bë shumë shpejt. Me ne edhe ne lojtarëm ato problemet tona në për klubet që kemi pas. Por me thonë drejtën, duke pas të besim ke lojtarët, ke stafi, të presidenca, se cilët na kanë mbështet gjatë gjithë vitit, e dishim çfarë kapaciteti kishim si lojtarë dhe ja lishim thjesht kohës që të arrishim ku arritëm dhe jemi mjaft lumtur që është problem njerëzve që japin parët për këtë punë me fol. Edhe janë dhe të janë të lumtur, për qenë edhe të lumtur, jemi dhe në të lumtur. Ila, çfarë të veçante ka ky sezon për ju? Ky, me thonë drejtën, është i pari nga të time që luajnë këtë kategori, por ndjehem mirë këtu ndesh, është ndjesi e mirë, cilën vlerësojmë, edhe jam i kënaqur. Do të jetë Ila pjesë e Besidis edhe për sezonin e ardhshëm, keni folur diçka? Po, kemi folur deri diku, besoj që po. Suksese, faleminderit. Faleminderit.